Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Shtoni këtë përbërës në shampon tuaj dhe thoni lam të mirë rënjes së flokëve. Rënja e flokëve sigurisht është një ndër gjërat më të bezdishme, e cila nuk njeh moshë dhe as gjini. Faktorët ndikues janë të shumtë, ku kryesisht theksojmë keq-ushqyerjen, gjenetikën, përdorimin e produkteve jo cilësore ose një përmbajtje të lartë kimikatesh e të tjerë. Por, falë përbërësve natyral të cilët janë gjithmonë një zgjidhje për çdo problem, rënja e flokëve do të marrë fund menjëherë. Vajrat esencial janë bërë shumë të përdorshëm në ditët e sotme për qëllime nga më të ndryshme. Shumë njerëz i përdorin për të përgatitur shampo që trajtojnë rënjen e flokëve dhe zbokthin. Kështu, ajo që ju duhet të bëni është që të shtoni në shampo këto përbërës tërësisht natyral, ku vajrat esencial janë primarët. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një shampo me pH neutral, 2 kapsula vitamine E, 10 pika vaj rozmarine, 10 pika vaj limoni. Nëse flokët tuaj janë të dobët dhe bien sa herë që ju i krihni maskat kundër rënjes së tyre, të përgatitura vetë në shtëpi, mund të jenë zgjidhja e dur për flokët perfekt. Ka shumë arsye pse bien flokët, që nga stresi deri tek mungesat ushqimore. Në çdo rast, në qoftë se ju bien flokët, s'ka gjë më të mirë se sa një mask flokësh e bërë vetë. Të thjeshta për të përgatitur në shtëpi, me përbërës elementar, ushqyes dhe forcues. Këto maska ndonjëherë janë ilaç i vërtetë dhe më efikase nga çfarë parashikohen. Ju duhet maja bire, mjalt, kos, vezë e me radhë. Bëhet fjalë për përbërës të thjeshtë që i keni në dispozicion në shtëpi. Më pas, mbështillni kokën me qese plastike dhe lani flokët me shampo si zakonisht. Zgjidhni një prej këtyre maskave që ne do t'ju sugjerojmë në këtë video me efekt ushqyes, ristrukturues dhe antirënje. Flokët tuaj do t'ju ringjallin zili të gjithëve. Maska me vezë. Për këtë mask juve do t'ju duhen 2 të verdha vezësh, pak vaj ulliri dhe gjysmë limoni i shtrydhur. Përzieni mirë dhe lëreni këtë mask që të veprojë në skalpin e kokës. Aplikojeni atë me anë të një furçe dhe më pas mbështilleni kokën me qese transparente. Lëreni të veprojë për gjysmë ore dhe shpëlajini dhe vazhdoni me shampon. Do t'i ndjeni menjëherë flokët më të fortë dhe më të ushqyer. Maska me mjalt. Provoni këtë përzierje për flokët tuaj në një tas të vogël. Hidhni një vasket kos dhe një lugë plot me mjalt. Përzieni dhe përhapeni maskën në flok. Më pas vendoseni një kapuç dushi. Lëreni një orë kokën të mbështjellë dhe lajini flokët me shampo. Do të ishte mirë edhe kundra rënjes. Mask flokësh me maja bire, forcon dhe ndalon rënjen e flokëve. Bëhet fjalë për një mask e cila realizohet me 2 të verdha vezësh, disa pika uthull, një lugë mjalt dhe 20 gram maja bire. Hidheni në një tas, përzieni mirë dhe aplikojeni maskën në skalpin e kokës. Mbështilleni më pas kokën me qese dhe lëreni për gjysmë ore. Më pas, lajini flokët si zakonisht me shampo. Ndaloni rënjen e flokëve dhe rrisni flokët deri në 5 cm për një muaj. Maskat për rritjen e flokëve në kushtet e shtëpisë janë më të mirat, nuk kushtojnë dhe nuk kanë efekte anësore. Për këtë ja vlen t'i provoni. Në disa flokë rezultati do të jetë i menjëhershëm, në disa të tjerë do të jetë brenda pak javëve. Keni durim. Maskat për rritjen e flokëve janë testuar nga qindra gra
të cilat kanë pranuar se floku i tyre ka pësuar ndryshime të mrekullueshme. Së bashku me maska duhet që të tregoni kujdes edhe me ushqimin. Nëse doni që të keni flok të shëndetshëm, konsumoni më shumë ushqime proteinike dhe me zink, si arra, mish, peshk dhe vezë. Proteinat ushqejnë flokun, ndërsa zinku parandalon rënjen e tyre. Për të gjitha femrat të cilat kanë një rënje të theksuar flokësh, është provuar në shumë studime se zinku është mënyra kryesore që e lufton këtë problem. Maska për rritjen e flokëve. Fillimisht ju duhet të ngrohni 2 filxhan kafeje vaj ulliri jo të nxehtë. Pasi ta keni ngrohur, aplikojeni atë në flok dhe mbajeni kokën poshtë kur ta aplikoni për 5 minuta. Gjatë këtyre 5 minutave me kokë poshtë, ju do t'i bëni një masazh rrënjës së kokës shumë butësisht dhe gjithashtu me këtë masazh ju do të stimuloni dhe rritjen e flokut. Më pas, vajin e ullirit aplikojeni në të gjithë flokun tuaj duke bërë edhe masazh te majat. Me këtë masazh ju mundet të luftoni edhe majat të dyshe. Kanella është një nga bimët e cila përdoret në trajtime nga më të ndryshmet. Ajo është gjithashtu një burim ushqimi për njerëzit dhe organizma të tjerë. Është përdorur edhe në përbërësit kozmetik për kujdesin e flokëve sepse përmban një numër të madh të vitaminave dhe lëndëve ushqyese që mbrojnë flokët nga dëmtimi dhe i ndihmon ato të rriten me shpejtësi. Maska me kanellë për të parandaluar rënjen e flokëve. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një vezë dhe një lugë gjelle kanellë, një lugë të vogël vaj ulliri. Përzijeni mirë vezën, shtoni kanellën dhe vajin e ullirit. Aplikojeni përzierje në flokun tuaj dhe lëreni për 20 minuta. Më pas, i lani me ujë të vakët dhe me shampo të përshtatshme për flokët tuaj. Mënyra e dytë, përbërësit janë një lugë gjelle mjalt dhe një lugë gjelle vaj ulliri. Përzijeni të gjithë përbërësit së bashku, vendoseni në flok për 15 minuta dhe më pas i lani me ujë të vakët dhe me shampo të përshtatshme për flokët tuaj. Kjo përzierje ndihmon në forcimin e flokëve nga rënja dhe parandalon humbjen e flokëve. Mënyra e tretë, ju duhen 2 lugë kanellë, 2 lugë qumësh dhe 2 lugë mjalt. I përzini mirë të gjithë përbërësit. Vendoseni përzierjen mbi flok për 1 orë. Më pas, i lani ato me ujë të vakët dhe me shampo të përshtatshme për flokët tuaj. Kjo përzierje ndihmon për të hequr qafe, ashpërsinë e flokut. Mënyra e katërt, përbërësit janë 1 lugë çaj kanellë dhe 1 lugë çaj me vaj ulliri. I përzini mirë të gjithë përbërësit. Vendoseni përzierje në flok për 1 orë dhe më pas i lani ato me ujë të vakët me një shampo të përshtatshme për flokun tuaj. Kjo përzierje gjithashtu ndihmon flokët për të bërë më të butë dhe më të ndritshëm. Konsumoni ushqime të cilat përmbajnë vitamina dhe minerale të dobishme për flokun, të tilla si ushqime të pasura me vitaminën B, vezë, mish, peshk, drithra, ushqime të pasura me vitaminën A, si mëlçi, gjalp, vezë, karrota, spinaq, kajsi. Ushqime të pasura me vitaminë C, si lule lakra, molla, spinaqi, patatja, domatja, limon, kivi dhe portokalli. Ushqime të pasura me zink, si për shembull midjet, algat e detit, nishi i kuq organik, peshku dhe pula organike. Ushqime të pasura me ekur ku mund të përmendim spinaqin, vezët, patatja, fasulet jeshile dhe lule shtrydhja. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!